Fitoria kundër rivalit të përbetuar Vardarit ka ngjallur euforinë në mesin e tifozërisë së Shkëndijës dhe tashmë ballistët kanë nisur operacionin anti-hibernian. Shkëndija Hibernian 13 gusht, besojmë në kualifikim. Ty Shkëndijtë Qofshapal, Ekspedita Kuqezi janë përmbajtjet e pankartave që janë vendosur në disa pika strategjike të Tetovës e që paralajmërojnë ndeshjen e kthimit Shkëndija Hibernian që zhvillohet të njëjtën në Shkup. Por jo vetëm kaq, ka nisur edhe mobilizimi nën grupeve të ballistëve sikurse Sokolat e Teqes me mesazhin të gjithë në stadium i madh e i vogël si në kohët e vjetra, Sokolet e Teqes çdo herë në përkrahje të Shkëndijës, por edhe i grupit të tifozëve TXT. I gjithë ky mobilizim bëhet si një ftesë publike drejtuar të gjithë shqiptarëve që në numër sa më të madh të jenë të pranishëm në shkallat e stadiumit në Shkup për të mbështetur Shkëndijën në ndeshjen evropiane kundër ekipit skocez dhe për të shënuar një faqe të re të historisë së klubit në garat evropiane. Në shiqe kanë dalë edhe biletat. Klubi tetovar njofton se ndeshja Shkëndija Hibernian mund të ndiqet për vetëm 200 denar, ndërsa mund të gjenden në disa tobako në Tetov, lokacione në qytete tjera të vendit dhe online përmes rrjetit mktickets.mk. Ditën e ndeshjes, biletat do gjenden në pikat e shiqes në stadiumin Todor Proeski. Tifozëve u rekomandohet prej më parë të pajisen me biletë. Në prag të ndeshjes kthyese, Shkëndija ka kompletuar stafin teknik të ekipit të parë që drejtohet nga Artim Pollozhani me Agron Memedin dhe Diamant Kadriolin që i bashkohet kuqezinjve. Dy emrat e rinj plotësojnë stafin ku bëjnë pjesë edhe Kushtrim Boka dhe trajneri kondicional Sajmir Fetai, pas rikthimit të Bekim Osmanit në shkollën e futbollit dhe vazhdimit të angazhimit të Seladin Mustapit jashtë vendit. Nga ana tjetër, nga dita e gjeshme, sulmuesi i Kraut Sebastian Spahiu nuk do të jetë më pjesë e Shkëndijës. Klubi dhe lojtari kanë arritur marrëveshje për ndërprerjen e parakohshme të kontratës.